Fshati Shishmani Bokës është duke ballafaquar me probleme të shumta që janë esenciale për jetesë, si janë ndriçimi, shtyllat elektrike, sistemi vjetruar i rrymës, kanalizimit dhe rruga në një pjesë të fshatit. Banorët e fshatit janë shumë të shqetësuar për këto probleme, për të cilat ata përballen në baza ditore. Sa i përket rrugës, po shihet vetë Prishtinë, e vetë një rrugë me të thonë në komunë Gjakovës, gjitha fshatrat që është e pa asfaltuar. Qështu, kjo nuk është aq e gjatë shumë, afër 200 metra. Mirë po, ma keqja është se shumë investime në bënë emën dëbrau me luftë. A familja Isufi që tu i ka 12 anëtarë të familjes dëbrau. Mata i tha se kanë kërkuar që edhe shtyllat elektrike të ndërrohen sepse sistemi aktual është i vjetër dhe telat e rrymës janë shumë poshtë. Problemi me rrymë është shumë i madh, sepse këto shtylla elektrike ky rrjet është për vite 70 këtu. Do të thonë një frymë kur frynë, na mbesim pa rrymë. Plus është shumë e dobët rryma, as aparatet nuk punojnë. Kjo po nuk e di unë edhe me këta jemi met. Ti zonë mëshirën e Zotit. Për këtë situatë, nga këtë thonë se ekipet përgjegjëse do të dalin në terren për të kuptuar saktë situatën dhe mundësitë e intervenimeve nëse lejohet. Në këtë fshat mungon edhe kanalizimi, madje banorët thonë se ka edhe erë të keqe gjatë verës. E sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, ky banor thotë se edhe ura fshatit nuk është në gjendje të mirë. Kena problemin e urës, to vispeshit e urë që është, kanalizimit, e kjo projektit kryesor, se kena shumë e punë për to, po kjo kryesor për fshatullin. Do të thonë kanalizim nuk ka, ujat e zeza e ku i gjunë? Po seta se s'kena. Për shqetësimet e banorëve të fshatit Shishman, kemi kontaktuar edhe zyrën e informimit në Gjakov, por deri me transmetimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë përgjigje.